Pajtona me Alin se PDK është dashur me rikthy Fatmir Limajn në listën e saj dhe padyshim se kishte ndikuar më shumë në rritjen e votave për PDK-n. Mirë po tashmë moskthimi i Limajt nxjerr një anë tjetër të medaljes. Vazhdimisht Partia Demokratike e Kosovës është kritikuar nga lëvizja vetëvendosja se ajo nuk udhëhiqet nga Bedri Hamza, po nga Sami Lushtaku. Edhe moskthimi i Limajt demanton këtë gjë, sepse djali i Sami Lushtakut që disa ditë ka deklaron se ka mu kthy Limajn në PDK, do të kthehet në PDK dhe në fund kryesia vendosi mos me rikthy Limajn. Po dëshmohet se Sami Lushtaku nuk e udhëheq PDK-n. Sepse po ta udhëhiqte atëherë, padyshim se do ta rikthente Limaj. Domethënë pas ka dhe njerëz tjerë që kanë fuqi brenda PDK-s, e jo Samiu, siç është thonë, madje disa herë është përmend edhe për Albin Kurti se është aksionari kryesor i Partisë Demokratike të Kosovës. Unë pajtona është dashur padyshim me rikthy edhe kam bë gabim. Mos rikthimi ndoshta edhe kam ia rreziku vendin e dytë, që me dalë DDK-ja e dyta, për shkak të kthimit të Vjosa Osmanit. Mirë po, është edhe që kjo një demantim për të cilën me vitet të tëra nga... A ka pas nevojë me demantu në qëtë formë? Jo, po vetëm se u tregua se nuk është fuqia e politike në PDK të Sami Lushtaku. Po, nëse jo Lushtaku, a është ky vendim i Hamzës apo i të tjerëve që në vazhdimsi është thënë që ka të tjera kundërshtime? Qyre, realisht Fatmir Limaj ka bo gabime politike në kalumën të cilat po i kushtojnë tash ati edhe në karierën e politike. Rasti i fundit ka qenë me AK-n, kur garoj me AK-n bashkë dhe sa po u futën kuvend, u shkëput prej tyne dhe deshti mu afru me lëvizjen vetëvendose me Albin Kurtin. Edhe në kalumën, kur është shkëputën nga PDK-ja, kishte madje në kohën e Panit, nuk dëshiron të medalë edhe në skenë bashkë me Kadri Veselin. Ka pasur paknacit mëdhaja cilat me gjas